Me mbroma të nderuar shikuesimi këtu me lajmet shëndrore të televizionit Gurra. Rreth 260 maturantë të shkollës së mesme Drita dhe shkollës së mesme Rilinja nga Zhitoshja mbrëm në mënyrë solemne festuan përfundimin e shkollimit të mesëm. Një urim i veçantë drejt tyre erdhi nga kryetari i komunës së Kërçovës Fatmir Dehari, ku mes tjera thuhej, gjenerata juaj do t'i pashkangjitet rrugëtimit ton për një të ardhme më të ndritur. Festa e maturës është bërë tradit prej vitesh me radhë, ku mblidhen qindra njerëz për të përcjellur parë dhe uruar të afërmit e tyre. Ajo çka mund të shihej mbrëm ishin veshjet nga më të shtrenjtat dhe më të bukurat. Në sytë e tyre ishte shfaqur gëzimi me shpresën se kanë kaluar një sfidë të jetës së tyre. Por, nëpërmjet çfarë emocionesh kalonin ata gjatë kësaj mbrëmje, flasin vetë maturantët për televizionin Gurra. Si maturant ndjehem më mirë, nuk mundem ta shpjegoj se si, është ndjenja më e bukur për mua. Maturant në jetë njëri bëhet vetëm një herë dhe këtë ndjenjë po e përjetoj unë sot si maturant sante me shokët e mi, me gjithë shoqet e mia, me të gjithë gjeneratën time, mundohem se sa më shumë në maksimum ta shfrytëzoj këtë natë. Domethënë është ndjenja më e bukur që një njeri mund ta përjetoj. Ndjehem shumë i lumtur, do festojmë sonte bashkë me shokët dhe shoqet. Ndryshe nga vitet e kaluara, këtë vit maturantët nuk kishin shpenzuar shumë para për muzikën, sepse për argëtimin e tyre u kujdes DJ Trendi, Blerim Lutfiu dhe Uran Dervishin nga Kërçova. Urimi veçantë drejt maturantëve erdhi nga kryetari i komunës së Kërçovës Fatmir Dehari, në të cilin thuhet: "Sonte ju kremtoni përfundimin e shkollimit 4 vjeçar, i cili u ka ushqyer me njohuri për një të ardhme më të ndritur. Të gjithë ju sonte përmbyllni një faqe dhe hapni një kapitull të ri që do t'ju shpijej drejt zgjerimit dhe thellimit të dijes. Me këtë rast, dëshiroj që përmes këtij urimi, njëkohësisht të ndaj gëzimin me ju për mbrëmjen e maturës, të cilën e kremtoni së bashku me shokët e klasës dhe profesorët tuaj. Gjenerata juaj do t'i bashkangjitet të rrugëtimit ton për një të ardhme më të ndritur, urime dhe shumë suksese të shumta", ka shkruar Dehari.